Të gjithë këta deri para disa vitesh janë marrë me sportin, duke filluar me futbollin. Banojnë në Shpanjë të Gjermanisë. Tani janë vullnetar pranë klubit lokal të futbollit SV Weingarten 2007 në rajonin e Weingartenit, ku angazhohen në komunitet për ta bërë sportin të arritshëm për sa më shumë njerëz. Çdo vit vizitojnë shtete të ndryshme të botës. Këtë rrallë erdhën në Shkodër, me ftesë të Ferit Isufajt nga Gucia e Re, emigrant në Gjermani që nga viti 1992, ku ka formuar familjen me një partnere gjermane. Feriti është përfshirë në aktivitete sportive, të cilat i vazhdon edhe sot, ndërkohë që për një vit është angazhuar edhe në Federatën Gjermane të Futbollit. Për vizitën e këtij grupi në Shkodër ai shprehet. Nuk kam pas ndonjëherë gëzim më të madh kur shoqënia që jetoj atje kanë pas dëshirë më në Shqipëni. Po jo të në Shqipëni, po dëshira më madhe është kanë, edhe është prap siç është realizuar për më ardhë në vendlinjen tëme. Jo vetëm vendlinjen tëme, por në Shkodrën, që është edhe djepi i kulturës, jo shkodrane, por edhe djepi i kulturës Shqipënisë. Sot është dita 6 që kena vizitu pika të ndryshme, edhe jam shumë i gëzuar të gjithë grupi jonë që ka këtu, kanë pas me fjalë të ditë jashtëzakonisht bukura. Kanë vizituar Thethin, Komanin, Lumin e Shalës, Shirok Zogaj, ku udhëtuan me bicikleta, vizituan lagjet e Shkodrës dhe ditën e fundit ja rezervuan Kalas Rozafa për të kthyer më pas në Gjermani. Shprehen se kaluan ditë të bukura në Shkodër, si në qytet, ashtu edhe në zonat përreth dhe në male, fal edhe njerëzve shumë të sjellshëm e mikpritës. Jam shumë i kënaqur për pritjet që na kanë bërë, për gjithë ato persona ose gjithë njerëzit në Shkodër për një respekt jashtëzakonshëm, natyrisht edhe kuzhina shqiptare, jam fascinuar prej kuzhinës shqiptare edhe prej natyrës. Këto, jo vetëm këtu në Shkodër, po edhe këta guidet që kena pasur na kanë thekë, kena kanë prekal, edhe në Velipoj, edhe kudo si kena shku thot, kanë jashtëzakonisht. Shumë i kënaqur. Për mu thot një vend për me vizitu është Shqipënia, do t'ja sugjeroj të gjithëve që në Shqipëni është një detyrim për më ardhur si mund ta quajmë me pa Shqipërinë, kulturën e Shqipënisë, Alpet, se kena kanë edhe në Velipoj, edhe tetë nuk thot. Edhe thot unë jam thot shumë i kënaqur, edhe jam shumë i kënaqur që kam marrë këtu në Shqipëri. Më ka pëlqyer shumë Ferethi, ka pëlqyer shumë ura mesit, ka pëlqyer jashtëzakonisht edhe liçani i Komanit, ku shkohet të Lumi Shans. Jam shumë i gëzuar që kam marrë në Shqipëri. Faleminderit. Emigrantë si Feriti Isufaj meritojnë të përgëzohen, pasi ndonë si i larguar prej 32 vitesh nga vendlindja e tij, krahas punës së përditshme në Gjermani dhe aq mundësitë sa ka, është angazhuar edhe në promovimin e Shqipërisë. Jo thjesht me fjalë, por me vepra, si në rastin konkret, duke organizuar udhëtimin turistik me 10 ish sportistë nga Gjermania në Shqipëri, ku u prezantoi vlerat tona dhe bukuritë e natyrës turistike shqiptare.